Të gjithë falenderimet më të sinqerta dhe absolute i takon Allahut të madhëruar, ndërsa selamat dhe salavatet qofshin mbi njeriu më të mirë, mbi fytyrë të tokës, mbi Muhamedit a.s. Mbi familjen e tij të dashur dhe të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe fisnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e përcjellin rrugën e tij, porositë dhe mesazhet deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtar, ne vazhdojmë me serialin nga biografia e Muhamedit a.s. Saj radhe do të jem pak më i shkurt për faktin se kemi një xhenaze e që dua të prezantoj aty, andaj do të jem shkurt. Aty ku mbetëm në dersën e kaluar, vazhdojmë te kapitulli, prej këtu më është fillon ndryshimi, revolucioni, reforma, jo vetëm në Gadishun arabik, po me përmasat globale në gjithë botën. Në shpellën Hira, kemi treguar se i dërguari Allahut her pas here vizitonte, shkonte atje, aty e gjete veti si ngushëllim për çdo telashe dhe çdo fatkeqësi, apo bante ato vrojtimet, meditimet, i bante izolimin, vetmia, se ju bëj dashur tash vetmia, edhe normal nuk ishte i kënaqur me gjendjen dhe rrethonat që e kish kapluar me kën. Duke nis nga devimet më të këqija, sikur se shirku, politeizmi, veset më të këqija që mund me qenë vetëm se ishin me përmasat mëdha, mbytyja e vajzave, konsumimi i alkoolit, lloj tregtie me kamat, martesat ishin në format më të shëmtuara deri në punë më të këqija. E do mos duhet të ngritet dikush i cili ka me bërë reforma dhe ndryshime. Vetëm se Allah i madhruar e pat përcaktuar e kish para pregadit se ky vetëm se ky do të jetë ai i cili ka me sjell ndryshime dhe reforma. Prej këtij vendi të shpellës, që është shpellë e vogël, mirë po ka qenë e bereqetshëm me atë parcelën e vogël, mirë po pe këtu kanë me buru shpalljet hynore. Në moshën 35 vjeçari dërguari Allahut, prej aty dikun ka filluar me shku në shpellë. 3 vite, 4 vite, 5 vite aty dikun, në moshën 39, vetëm se para pregaditet një arë shpallja. Edhe e kanë përmend shumica dietarëve, autorëve që flasin për biografinë të dërguarit Allahut, se Allahu jo rastësisht këtë vend e ka zgjedhur me planin e tij. Nuk ka qenë ideja Resulullahut. Ne kemi thonë se i dërguari Allahut çdo lëvizje, çdo hap, çdo qëndrim, çdo mendim, çdo paraqitje, çdo ofertë ka qenë në mbredhën e Allahut. Nuk i ka bërë vetë ju. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhamedi nuk fol, nuk tregon diçka, nuk porçon dënisen nga hamendja vet, nga idejat e tij, po kretin illa wahyun yuha. Vetëm se ka qenë nga shpallja e Allahut. Çdo lëvizje, çdo hap, çdo shprehje, çdo urdhër, çdo pengesë ka qenë në mbredhën e shpallës së Allahut. Edhe zgjidhja e këtij vendit, shpella ka qenë në kujdesin dhe planin e Allahut xhalesha. Edhe ka qenë e para pregaditur që ky mo është duke u formuar, kështu që në moshën 40 vjeçare, ku thuhet se është mosha pjekurisë të njeriu, në moshën 40, po njeriu para ka i ka kaluar shumë sfida, është ballavaçuar me lloj gjëna, ky vetëm se përgatit vetëm dhe pjek. Nëse në këtë moshë nuk pjekët njeriu, ky mo bet i dështuar për gjithë jetën. Mosha 40 vjeçare, madje thuhet se edhe shumica e pejgamberëve ju ka zbrit shpallja në moshën 40 vjeçare. Shko në këtë shpellë për disa herë, derisa e ndjen i dërguar Allahut se ka diçka për të ndodhur. Edhe i paraqitet, sikur që është në hadithin e Imam Bukharit, i paraqitet një krijesë gjigante, e madhe, edhe thot më kapi, edhe më tha Iqra, lexo. Dhe nga friga, edhe nga fobia, edhe krijesë gjigante, tash më ballafaqohet me diçka që
që kur s'është ballafaqu më herët. Edhe ky thot kështu nga instinkti këtij, ma ana bi qari, unë nuk di me lexu, ti po më detyron me lexu, po unë fare edhe dërguar Allahut nuk ka ditë me lexu. Mëse e vërtet, për shumë urtësi dhe filozofi, pse i dërguar Allahut nuk ka ditë as me lexuar, as me shkruajt, se ndoshta po. Edhe sot e kësa dita akuzohet se ky është autori Kuranit, ky e ka përpilu, ky e ka shkruajtu. Ja, këtë arabët ka ditë se Rasulullahi a.s. nuk ka ditë me shkruajt, as me lexu, as nuk ka marrë pjesë në shkollë, as në fushnjore, as në për kurse, edhe i thot, ma në bikari nuk di të lexoj 30 herë derisa e ka më fuqishëm, mja po me di, hej, tash mo, puna jote është shumë serios. Iqra Bismi rabbike alladhi khalaq, lexo. Në gjuhën arabishe edhe në kuptimin lexo, edhe mëso, edhe medito, edhe studio, edhe vrojtoj gjëra të mirë, jo vetëm kalinthi kaloj, po lexoj me vëmendje, me kuptim, me koncept. Lexo në emrin e Zotit tan, i cili ka kriju. Tash mo japet horizonti Rasulullah alayhi salam. Edhe vazhdon 5 ajetet e para që janë vim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Studio në emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar çdo sen, apo e krijoi njeriu nga një pikë uji. Iqra, lexo. Në emër të Zotit tonë i cili është Akrem, është më bujari, më fisniki, alladhi 'allama bil qalam, i cili ky Zot ja ka mësuar njeriu lapsin, pendën, edhe mësoi ata që nuk dinte. Prej këtu mo ky mo është tjetër njëherë. Prej tash mo pejgamberi e merr statusin pejgamber. Mo nuk ka njëri thjesht Muhammed, jo vetëm Emin, po merr edhe disa status, një status është en-nebi, mastaj është djajet e tjetër që obligohet me statusin ar-rasul. Nebi është lajmëtar i cili sjell lajmet nga ana e Allahut xhaleshan. Prej atë ditë, më thot Sejt Kutubi, Allah i mëshirof, më nuk e ka zonë gjumi asnjë Rasulullah. Më prej atë ditë më ka pas obligim dhe ka pas, nëse në lejohet si lloj stresi, përgjegjësi të madhe maj. Ai më nuk ka nejtë si njerëz të tjerë. Ai ka përvjel krahët. Ai më nuk ka pushu, nuk ka pas kohë për relax, fare. Ai ka pas tash një përgjegjësi të madhe. Ka larguar nga vetja ti plunin mbi supë. Bile Allahu në vazhdim një tjetër e ka përmend, duke thonë inna sanulqi alayka qawlan thaqila, o Muhammed, ty e tash kena më tash shpall një fjalë të rëndë. Nuk është një fjalë e thjeshtë, roman, poezi, libër, vepër. Kurani është diçka qawlan thaqila, është rëndë, një fjalë që ka shpallet prej Allahut, ta kesh, ta mesh nga zemrës, nga të mendjes. Jo thjesht vetëm me ndëgju. Edhe është përmesh shumë fjallë e rëndë. Fjallë të Allahut janë fjallë të rënda, edhe në aspektin fizik, po edhe nga aspektin e mbreqëm koncepte. Po në atë fizik, për shembull tregon Aisha, ka pas rast atë duke ndet me mua, si është duke ndet, filloi koka ti që qëndronte thoj tek kama ime, filloi mu maranu haq kama, thuose me tonelat bi kamën time është dukar. E kuptoja se është duke i zbrit fjala, shpallja. Cila shpall? Që kjo fjala rëndë. Edhe fizikisht ka qenë rëndë. Bile thëke Aisha, Rasulullah kështu, universitet me të madhe. E kuptonim se është duke i zbrit shpallja e Kuranit. Po edhe në atë aspektin e mbrendshëm, do më thonës, kuptimor dhe koncept, është shumë shëran. Ka bot kuptime të mëdha. Fjallë e rëndë, apo mesazh islam. Kjo tashmë është me konceptin që e ka përmenë Allah në Kur'an, edhe Kur'anin e ka mërtuar dhe me shumë e emërtime, me shumë nocione. Një ndërtoj ka thonë nur. Kur'ani është edhe dritë, edhe është vërtet dritë. Se parares Kur'anit, dunjaja, ke gjësia, globi, ka qenë në erësirë.
me një fjalë, këtë zi e mazi ka qenë. Edhe drita tash ka me shpërda në 4 anët e botës. Edhe ka me eliminu çdo padrejtësi, çdo mizori, çdo ignorancë dhe xhailet që vetëm bota rënkonte. Vetëm bota është sa më e rëndë ishte me xhailet, me ignorancë, me vezët dhe dukryt i këqija, që ato ditë ishin qasët më të bukura të dunjahës. Dunjaja që atë ditë ka frymu më mirë. Ato shpejt e bukura ku i përpolojnë djetarë, thotë sikur se njeri kur të burgit, janë momentet më të mira tjetës, sikur se me linë për zdyti, sikur se dunjaja ka linë tash për zdyti. Se marrën e Kuranit edhe dunjaja, edhe oksigjeni, edhe shpezët ndryshojnë. O vëllezër, e keni pa në Ramazan, këtë ndryshojnë. Shpija, njerëzit, edhe gjërat e ngurta ndryshojnë. Hajët marrin qetërshije. Allah i më shëroft më lajku dhe ke për mu binë se me të vërtet marrën Ramazan çdo se ndryshon, e keni po thot çat ushqimin që keni të shtëpia në iftar, sofrën që e keni, me ato parametrat ushqimit, supën, hajën, urmën, ushqimin, gjellat, sallatat, çat ato njëjtë ato. Mi marr jashtë Ramazanit se ka ato ndjenja ato shija. Çat ato njëjtë, pa mungu asnjë. Merri edhe integrojnë në muajin Ramazanit. Shumë më ndrysheve. Ku di thot çka më shefet në trues, në atë sofër, në atë gotën me ujë. Monime Kurani i jep përmasa jep influencë çdo se në shka është anësh. Për shembull unë për veti e ndjej kur shkoj në Mekë dhe në Medinë. Qetër është xhamia Mekës, Medinës me xhamia tona. Edhe tham nuk mund të ndodh vetëm për hatër të numri i madh njerëzve që vinë, që ati bëjnë dhikër, kajnë, pendohen, përgjërohen, sa dhikra bëjnë, sa istighfar, sa Kur'an. Tash me 1000 herë, me milione herë, ajo ndikon te pik, ajo ndikon beton, ajo ndikon tek muri, ajo ndikon te ambienti, edhe shumë është saktë. Çdo se ndikon ta dish. Tash Kurani për njerë që ka zbrit në dunja, ka marrë për masa tjera, edhe ka frymu më ndryshe dunjaja. Monën me ku është Kurani, çdo sen ka hajër dhe bereqet, çdo sen. E kam provu një të time, fjallën e djetarë të selevi që ka thonë, kur kam pas dëshirë me pas bereqet në ardit, kam lexuar shumë Kur'an. Vallahi, thumme, vallahi. Çdo herë për vetë që kam bërë dozën e madhe të Kur'anit, gjithmonë atë ditë kam pas bereqet të hatashëm. Si aspektin fizik, si aspektin ndjenja. Nëse kam lexuar kam pas zakon 30 faqe, 40 faqe në ditë, e kam shtuar në 70, 80, abe kështu, abe diçfar bindje, pa kur far dyshimi. A di, sikur se me pas, si më tregu, si marrveshje me Zotin, abe s'ka çara se ta pas bereqet, edhe është mëse e vërtetë. Kështu ka ndodhur edhe me njerëzit që e tregojnë. Kur ka pyet një djalë nënën e vet, thot, "Ai nan, gjithmonë kur e marr ushqimin ti, një ushqim thjesht, shumë makanet e lezetshëm." A thua vallë çka i ban ti që e ban atë lezetshëm? Çka ka dëni marifet? Kto që punojnë në kuzhinë e din. Mos ka dëni marifet, i fut diçka që na nuk e dimi, dëni element. Edhe thot, nana është munu maksimalisht mos m'ja tregu, mos me spalos se ka qenë për sekreti, jo sekreti i marifetit, artikull të ushqimit, po diçka tjetër e msheft. Ai disa djali ka tenduar me tendencë, trego derisa është detyruar unë ka thënë qereve di thotë. Unë ushqimin kur e marroj, jo që kam dëni marifet, dëni recept, diçka të veçantë. Nuk i fus dëni veget më tepër, apo dëni diçka krep, apo futi diçka, sikur që këto që janë e kanë zanatin e tyre që është arti i gjellave, thot një gjë thotë unë bëj. Unë për momentin që janë nisën e përgatitur ushqimin, unë çka bëj ushqim edhe bëj dhikr. E bëj ushqimin them subhanallahu walhamdulillah la ilaha illallah, subhanallahu walhamdulillah la ilaha illallah. Edhe më njëherë kupton thot vetëm për hatër që e përmend Allahun nona duke e gatuar ushqimin, kjo jep shije dhe lezet. Ndërsa sot te na jo që me përmend Allahun, te na si tregojnë disa xhallar, ushqimin që marrojnë nënat e tona, këtë me jo me bekime, këtë me mallkime. Baron ushqim, ku shkon djalë, ku dal me ec. Zoti ta marr qafën, ta thef qafën. Shejtani, to shpejt e këqija ndikon atë ushqimin. Për shembull ti pa ushqim edhe lexo Kur'an. Pa dhe ai lezet është ushqimbe. Futet ato molekulat e ajeteve në hajë dhe në pije, kjo ndikon pastaj edhe në luftë. Na kemi treguar disa se dash me shkencarisht çdo sen që ka marruar
ose çka përkdhelet, ose çka folet me fjalë të mira mirëdije, ndikon. Ka qenë është një, nëse do ua dërgoj inshallah, kanë kam grup, është një shkencë ulumtime të rusëve, thotë ndikon fjala e mirë në për gjonat e ngurta. Thotë për shembull, je me një lum, edhe i thu lumit, o na ersh o lum me gjëna të mira. Thotë çdo fjalë që i folti edhe depërtojnë të ujë të molekula, thotë bën disa lëvizje, sikur se duket mi përgdhel, mi ledhatu. Edhe fëmijë që ledhaton, u sa mirë, ja blen zemrën fëmijës. Para se më ka nervoz, kur takon me të mirë fëmijën, e largon të keqen. Thotë ndikon shumë kjo. Çka ta merr mendjet kur ta frish ti ujin me Kur'an. Elhamdulillahi rabbil alamin. Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nëse kjo fjalë thjesht, që është fjalë e mirë e bukur, ndikoj ka te uji, te lumi, te deti, ndikoj te gjërat e ngurta, çka mund të themi për fjalën e Allahut. E kështu do të perceptu Kur'anin. Për ta dhe kur ka zbrit Kur'ani, i dërguar Allah ka qenë mirë, pa Allah më shumë ka ndryshuar. Allah tash ka shtu edhe ajo energjia, elani, potenciali s'di sa fish më shumë se të kaluar. E tash po vjen një ndryshim i ri. Sikur që po thojmë tash mas virusit koronës, apo thojnë tash kanë ardhur do janë dorë reforma renomen botërore të reja. Këtë për praqitet, që këtu kokat e mdoja, duke janë njësë nga liderët amerikanë, dhe turë thujnë, mo tash dënjoja ka me marë për masa tjera, ndryshime. Kur gjës është kjo, që ka është Kurani, ta ndryshon shpijen, shpirtin, evladin, familjen, mendjen, zemrën, shpirtin, tash po ndryshohet me ardhjën e Kuranit. Në kjo shpel fisnike, fillon më zbret drita e Allahut Gjeleshanu, e cila ka më vendos imani apo tauhidi, e cila ka më organizu jetën njeriut dhe ka më jabo jetën më të këndshëm dhe më të mirë. S'ka me pas më jetën kaoze, se përpara çështu ka qenë, para ardhes Kuranit, jeta e njerëzve ka qenë, si me thonë, pa kur far kuptimi, pa kur far shije dhe senzi. Jo, me ardhën e Kuranit ndryshon çdo sen. E kur i zbiti këto ajetet, i dërguar e Allahut me të pa tekst. Shko të ndodhë, kapi një krijes, më shtrëngoj, qëto ajetet, o i interesant këto ajetet, mirë kam su përmenqë. Kështu ka pas, edhe kjo është specifik e pejgamberit, çdo sa që ka ndëgjuar, e ka memorizu. Jo që ka qenë, ka mësu në shkollë, të regu fare, po e ka memorizu. Dhe pas të i dërguar Allah këthejt në shtëpi të runditur, me i friksum, dhe i shumë i shqetsum, hynë tek Khatijja, qëre. Partner tjetër se ka pas Khatijgjën. Kur zban motor mare, kur kite një putë madhe, edhe njëse ndosha grujot është aja sekretarka, që ti runë sekretet, më zvere mare, ma ata ka e dirte. Ja Rasulullah si ka mare, me grujnë e vetë. Këte ka pas mbështetje pa rezervë, edhe u ka drejtu të Khatijgjja, as të e Bubekri, as të Omeri i Qiq, po Bekrin e pëtë ka pas shok edhe para aris të shpaldjes, e do tjerë. Mirë po, ka shku të Khatijgjja edhe e ka të regu. Zotë njëri kër ka probleme në madhë, ku ne e të regon? Ti ki 1000 veta këto në telefon. Ama kur ki një Allah si janë, si ja qelë që të puna. I zgjith 2-3 veta, se ma ta mursh mo qelë. Jo me qdo kanë. A më në shok e kam ama, punë sekrete së në qelë qdo kanë. E kam një halë ama, së ja të regoj dukuna. E që ata do të me vendosë nishin, dyshin. Edhe nishe ka pasë Rasulullah Khatijgjën, radhi Allahu Ta'ala anha, dhe i të regon, thot, zëmiluni, o më mbulo se kam stres, kam ethe, kam frik, edhe ja të regon lajmin pik për pik në formë detale. I ka të regon kështu më karë, një krijes e madhe, gjigante, unë me ta pa tekst, nuk lëviza më kapë, më tha ikra, ledzo, ja përmeni, e thot, kisha frikë për vetën, a mos kam bërë diçka, a mos të ndollë diçka. E Hatijja radiallahu anha thot, qëre, Hatijja prej përvojës të madhe që ka pas eksperiencë sa vite martes. Për 25 i ka pas Rasulullah kër është martu. Kër ka arë pejgamberi Allah ki 15 vite. Ka pa situata, rrethana, qëndrime, pozicione për pejgamberit, e ka testu edhe shej ka thonë, qëre, ka full me ato
vlerat universale. Ka thonë, la yukhsik Allahu abadan. Allahu nuk turpron kur njerë ma me tyje. Tyje, pse? Unë kam po diçka të ty që si kanë tjerë. Edhe përmen ato vetit, kurën e kurës Allahu nuk turpron tyje Muhammed. Sepse ti një njëri që i viziton të afërmit. Mënë me kriter, për mi thonë dikuna që është njëri mirë, nëse i ban zjeret, familjen, dajen, agjen, hallën, tezën, kushën, nipën, lirish më shme thonë se kjo është njëri mirë. Ai që i ban shkëputjet, nuk mund më ka një mirë. S'mund është më ka një mirë për tjerët, për familjen jo. Kjo hile është. Duhet rrethin e ngusht, pas atjerë. Fillon duke ja përmend këto vlerat. E këto që ki pas, nuk mund më tare keqja, belaja, e zeza. Jo, ki vlera universale. Ti e viziton të afërmit e tu. Kujdesesh për të varfrit. Është veti vlerë madhe. Ti rrimit dhimbshmit, ata që janë të dobët, fukaraja. Qëre, një nga një fillon nga përmend, këtë të janë vlera sociale, shoqërore. Se këtë njërët i pranojnë këto. Këtë kush ke i zi, i bardh, Amerikan, një Amerikan, e pranon. Se duhet me vizitu farefisin. Duhet me nimru të bardhit që është i dobë, me status social. Pas te përmend, ti kompenzon të humburin. Ai që është humbur, ai që nuk ka asgjë, ti mundosh mi afru alternativ një kompenzim. Nuk e lënë as ka lënë me net kështu ti indiferent. Jo, mundosh mi sjell zgjedhje. Haj se ti ja bojmë këtina, ti filonit. Qëre, këto vlera që truni, logjika e shëndosh i pranon egostisë musafirin. Mashallah, kjo mu veti që është, edhe të arabët, munohet musafir, nuk i janë ashkalo. Që ju strugan të kini, mashallah. Unë kam e dëshmu për juve se që të veti mua kini shumë ju. Bile Allah ju vashtoft. Që musafir i nderoni. Këto vlerat, ti t'jofin qmimja Muhammed. Ti tash mo, i me qmim atë madhë. Ti mo, i ngritur edhe, gjithë një i ndihmon të tjerët dhe ndjek të vërtetën të drejtën. Me këto gjana. Edhe, atëre mo, jo vetëm e kaq, kjo është një farë ngushëllimi për burin. Mashallah, shqyqyri lambra, s'pas ta najtë keqe, atë fjallën të povët, s'pas ta shkel dikone dhe, alhamdulillah, gruja për kronë se, jo, une kam cilësit e mira. Allah me vazhdu hatitja për me binde në ma shumë, ja Muhammed, une kam një kusheri, një djallë të Haxhës, Waraka, aja është i kënushëm, aja është fetar, aja ka qenë krishter, po ka qenë si prift, ka pos një uri shumë, bi Injilin. Ale shkojmë atje, tash, unë jam sikur se doktorin ma ti qenë, ti tregova, a ki nevoj me shku taj specialisti, shkojmë tek Waraka bin Nufel, edhe kanë shku bashk. Ky njeri kështë pranur krishterizmin në kone gjajletit, i një të shkrimet e vjetra, qoftë ebrejk dhe krishter, dhe kesh pjesë të Injilit. Mirë po ishte plak i lodhur, i konsumum mjargjum. Ky ma ishte i më shumë dhe ishte ma në fund edhe nuk shifte e verbër. Hatidja u afru bashkë me mëjnë i tha, ja, o djali Haxhës, tim thot, ky buri jem thot, i ka ndohur një rëfeb lingjare. A ka mundësi të dëgjosh edhe ma interpreton. Edhe fillon me të rëgu ke që ka kalzu, tash ky konfirmon ala ma shumë thot. Thot ti dhëndër, se dhëndër e ka pas. Vajzën e Haxhës. E i thot, o vllai, o dhëndrim, ti pas ke fat dhe në fakt të madhe. Sikur nëse donë Allahu xhaleshanu, ti jam gjallë une, të të ndihmoj tyje, të të përkraj dhe të të mbështeti kur tyje kanë më të dëbu prej vatanit tanë. Kam dëbu. Pse unë mos më kanë une i pranur shumë familjen teme, në rrethin tamë. E i thot kjo ja të regon se mesazhi që ka kiti kaulën thëkile që thamë parët marët, ty kena më të shpallja moment një fjallë të randë, edhe i thot, ja o ti Muhammed thot, ti ki arë me diçka që kanë arë të gjithë pejgamberët. Nuk ka pejgamber që ka arë me ata që ki arë ti, me një farë misionit madhë, vetëm se është dëbu. A të regovan një ditune, a që vjen me dritë, me qiri dhe me lamë, ku janë njerëzit me një shkretir, ku është këtë ersirë, dhe në lakuriq, kur vjen ky me dritë, çka bën ata tjerë? Do një fik, se i shifët gjithë dy cirat,
avreti, e njerët që vinë me iman, vinë me bërë reforma, me përhap sunetin, me përhap fejen, tek ignorant gjailat, ata s'kanë dëshirë. Zotin, cëllës pëjmë i gjujnë, pëjmë s'mira, pëjmë s'keqë i gjujnë. Pas e të mirë s'keqë i gjujnë, për me ma. Të keqën, për tokë me posë, shpe lartë, thot kisha posë qef, se më tash të jam mosh, jam i shtyrë, ma djerë nuk jam duke pa, jam i konsumu, se di, tjo puna jote, kë profesionin nëse në jote me thana, po misioni jote, ta dish, ka nevoj për përkraje, se nuk kanë qef, se të du mja prisha shefi njerëzve, s'ka alkohol, s'ka zina, s'ka kamat, s'ka magji, nuk beson këto punat, putat budalakijet, nuk bytet njeri për një goj fjallë, e kështu me radhë, këto du mja prish shefët njerëzve. A ki po tash, kur do me bëti reforma dikun, nuk të pranojnë një njerë. Pse se ti du të marrë me punë të mira, a i ku mësu me bo me vjedhe, me bo krimina, edhe nuk pranon. Ashtë një botë, dy botë atjera, edhe thot, kam dëshirë e me qenë i fort, apo me pos shëndet, kur kanë më dëbu tjerë. Edhe pse kjo nuk e ka përjetu, thot, ke vdiq. Për pejgamberi murë dhe mesazh. Se pas në alet. E për njëri në vërësish prej misionit, sa i ki misionit më të qenë, edhe ki punën më të ranë, edhe armisht i ki më të ranë. Edhe prej këtu i dërgur Allahut, vetëm su pregadit në teren, për thamë terenin e madhë, një morë kishtë nevoj për përkraje, edhe për mbështjet, që kanë mjë bashkan gjitë karavanet atina, e këtë pjesë do e la në derisen vijus. Kam e valan si epizod, pasi që edhe ku asha frut në shkotje në gjenaze. Allah ju nderoft, Allah ju shpërleft, alhamdulillahi Rabbil Alamin.